Universiteti i Shkodrës Luiq Gurakuqi do ta nisë vitin akademik 2026-2027 me 2 programe të reja ndërkombëtare studimi. Këtë e bëri të ditur rektoria Blerta Dragusha gjatë një deklarate për mediat. Ajo tha se ndër sfidat kryesore mbeten akreditimi i programeve të studimit dhe akreditimi institucional i universitetit. Një studim bachelor në administrim biznes në gjuhën angleze dhe një program studimi master në psikologji ligjore. Një ndër sfidat më të mëdha të universitetit është akreditimi i programeve të studimit dhe akreditimi institucional në të cilin shpresojmë që të hyjmë sa më parë. E pyetur nëse ka deg që rrezikojnë të mbyllen për shkak të numrit të ulët të studentëve, rektoria Dragusha sqaroi situatën. Kjo është një situatë jo fort e favorshme, jena të ndërgjegjshëm. Janë rrit prap kriteret e hyrjes për disa programe studimit, kriteret e pranimit, megjithatë shpresojmë Mario që të kompensojmë me deg të tjera. Një tjetër prioritet është përmirësimi i infrastrukturës universitare përmes bashkëpunimit me Bashkinë e Shkodrës dhe Ministrinë e Arsimit. Para disa ditëve patëm mundësinë që të inspektojmë edhe territoret e universitetit, do të përmirësojmë patjetër infrastrukturën. Rektoria u ndal edhe te projektet shkencore dhe ndërkombëtarizimi, ndërsa u bëri thirrje maturantëve që të zgjedhin Universitetin e Shkodrës për studimet e tyre.